Jeni edhe ju emigrant apo vini? Jo, nuk jam emigrant. Unë jam një mallakastriot që jetoj në Kosovë prej luftës. Kam qenë pjesëtar i ushtrisë shqiptare atje. Tashmë je bashkuar protestës? Jam bashkuar protestës prej ditës së tretë. Faktikisht, është ajo që tha parafolsi, është rrëzu kulti individit dhe është rrëzu komplet ajo mendësia ose sindroma që një nga këto dy partitë e mëdhaja duhet jetë patjetër në pushtet, ose PS-ja ose PD-ja. Njerëzit nuk rreshtohen më në emër të partisë, të paktën deri në 200 vjet që i kemi pasur në shesh, por rreshtohen në emër të interesit kombëtar. Është një kputje zinxhirësh nga sindroma e të qenit antar i një partie për të mbijetuar, ose nga sindroma e sklavit politik, muj me qujt. Është me të vërtet për të ndjerë krenar. Dhe mua më dhimbsen të gjitha ata njerëz që mendojnë se akoma mbijetesa është e mundur në zinxhirët e partisë, se po nuk qenë në ata zinxhirë nuk do të hajmë bukë. Besoni që ne që i kemi këput ata zinxhirë jetojmë edhe më mirë dhe më dinjitetshëm, pra edhe me një standard edhe më të lartë ekonomik, sepse nuk varemi për rrogës që cakton një parti politik ose një pushtet kryesisht korruptiv, kriminal, indikuar nga mafja, ashtu si kemi parë për 35 vjet në Shqipëri. Kjo qeveri prej startit, prej 2013-ës, ka mashtruar sistematikisht shqiptarët. Ka shumë arsye që mund të cekë disa. Shembull është e turpshme që Roma ka përfunduar që para 2000 vjetësh ciklin e ujëstjellësit dhe të kanalizimeve, ne akoma sot e për fushata, dalin politikanë, premtojnë ujëstjellës dhe kanalizime dhe nuk janë as afër aty. Edhe në disa fshatra ose në disa qytete që çojnë ujëstjellës, nuk pihet. Absolutisht nuk pihet sepse këtu vidhen edhe filtrat e ujit. Aq e poshtë është politika dhe njerëzit jetojnë në një gjendje aq të tmerrshme, sa që në 2026 të vejnë të blejnë ujë me bidona për të pirë është çmenduri në një shtet ku vetë Edi Rama propagandojke se ne jemi të bekuar nga Zoti me ujë. Është e vërtet, por jemi të mallkuar nga politikanët kriminal, korruptiv, mafioz. Dhe populli i shuar i ka dhënë boll kësaj politike. Unë përgëzoj shumë secilin shqiptar që del në shesh, jo për të mbështetur ndonjë personalitet apo diçka tjetër, por për t'i dalë zotat dhe. Më e rënda që ka ndodhur, pra pakënaqësia më e madhe që ka ndodhur në Shqipëri, është se ne përveç që kemi qenë të vjedhur sistematikisht, kemi qenë të shtypur, kemi qenë të denigruar, se ti ke shkuar në një zyrë administrative dhe pa paguar për gjërat më elementare, nuk e mbaru dot punë. Unë vetë jam ballavaçuar rast sistemi, kam shkuar rast sistemi kur kam nxjerr 10.000 lekë, u shtyp certifikata. Pra erdhi sistemi me 10.000 lekë. Dhe më e rënda është që ne e ndjem vetëm edhe të pambrojtur. Të futet një grup kriminal sigurimi, të tërheqë një njerëz zvarr në mes 20 policëve, nuk ka ndodhur në botë, nuk është e pranueshme absolutisht. Po pasi nuk ndjem edhe të mbrojtur nga një shtet që vetëm na ka marrë dhe s'na ka dhënë asgjë, ne filluam të ndjemi të huaj tani dhe në vendin tonë. Sepse aty ku ne kemi tokën, nuk mund të ndërtojmë asgjë, sepse penalizohemi nga shteti dhe nga ligjet. Shumë burokratike shqiptare. Vjen një huaj dhe e merr me 1 euro metrin, merr edhe falas për të bërë biznes, ndërkohë që vetëm shqiptarët kufizohen për të zhvilluar biznesin dhe për zhvilluar Shqipërinë, të gjithë të tjerët ju lecohen. Pra ne jemi në tokën tonë të pa zot, jemi të huaj në tokën tonë. Pra shtëpia jo nuk është më e jona, toka jo nuk është më e jona, kjo është kulmi. Nëse do të jenë 100, unë do të jemi 100. Nëse do të ngelen 10, unë do të jemi 10. Nëse do të ngelen 1, unë do të jem ai që do ngre zërin deri sa të lodhem. Por shpresoj që qeveria të reflektoj, mos të eskalojë në shtator me masa të tjera, me mosbindje civile dhe me bllokim të akseve kryesore të shtetit, sepse ne do të gjejmë një rrugë për ta rrëzuar Edi Ramën. Ai nuk duhet të rahatohet për mënyrën paqësore, jo po më kënojnë të veshi, po më vjen mirë, më dha. Këto janë ato ignorancat e tij që e bën gjithmonë non stop agresiv popullin. Do të gjejmë një rrugë paqësore, pa u dëmtuar me vëllezërit dhe motrat tona që shërbejnë në policinë e shtetit shqiptar, sepse ata janë vëllezërit tanë dhe ne gjithmonë do të kemi kujdes që Edi Rama mos të kalojë urrëtitjen
ose luftën kundër kriminalëve ta shndrojnë në një luftë kundër policisë. Ne kemi luftën kundër pushtetarëve të korruptuar, jo kundër policisë shtetit. Ndërqofshëm. Në fakt, Daliana, ajo që shohim edhe me ndihmën e operatorit, duket që sheshi